e pash kryeministrin Kurti dje, se pa ta vendos para se me hinë studio, mos m'ja përmene emrin, kërkoj falje publikisht, pse e përmena. Unë borke që i kemi punësu 2000 pakistanez në Kosovë. Nepaleze, pakistaneze, maroken, Bangladesh. A është marrë për një kryeministër që i ka një 250.000 banor për 5 vjetë, më burë që i ka pru disa kategori shteteve, treta, atë katërta ndoshta globale, me dhënë u zhvillu shumë Kosova, se këtu po ka punë edhe për pakistanez, lema për shqiptarët e Kosovës. Kjo është, edhe kur po jep premtimin, mandatin e arshëm do t'a bojmë. Po qa bune 4 vjetë? Ama një projekt që i realizove, njët vetëm, nuk mund është me thonë, një salë opera, teatrin kombëtar Shkokëshorë, e takova i mik mirë që ka qenë drejtori i teatrit, më thotë 12.000 euro ka do me kushtu 1 metër 4 orë renovim teatrit kombëtar. Imaginoni renovim, 12.000 euro teatrit kombëtar. Edhe thojmë pse prokuroria, ku prokuroria që vlenë? 12.000 euro metra 4. Interesov, je gazetar, e kanë obligative me të dhonë materiale. Qështë t'i jepin t'i siguroj unë? Jo, e kom nërmen mu interesu. është skandaloze. Qëtë ministri kryesisht jo morë me sport që kanë bu, që kanë... 12 milion o ka del vlera në investim teatrit kombëtar. 26 milion o ka i kushton kryeministit Rama në Tiranë, 2 sala operë, sala koncertale, teatro, 5 Xarros dhe në Qels, me gjitha standardet e Bashkimit Evropian. Qa jemi të bune në teatr që 4 vjetë që po kushtoj ka 12.000 euro gati metra 4 orë, ose rrët 12.000-ve. Dhe me thonë, këtu në sene që po shirë, edhe gjitha me një burimore. Gjitha. Kjo është, me thonë, me ndoj që prokuror po flajnë, të një po thonë, jo, po këta veç në opozit. Jo, nuk është bashkë veç në opozit, me rëshete, me disë kry qytetit, sa artë kalojsha, ne e shë, gjenja gjushosh. Edhe shë që s'ka është faqe, shë që s'ka kur gjo. Kemi, për shamë me kanë bojë histori hapjen e projekti që do të ndërtoj me kurullën me Shqipëri. Kërkun së është? Kini gjo, rrugën për Tetova, kina informat. As vizatim së është? Ku, do me thonë se une nuk e di, do me thonë, e kanë fillu rrugën për pej, u bon 3-4 vjetë do bagera silën poshtë në altë, hek kompanin e mirë njohur lika, që jënë për shdo respekt që e kanë kryat pjesë, si të dalësh Kryslinës, derani në Gjakov, ka fillu projektin e vitin 2019, 18-19, jemi në vitin 2025. Vetëm sa kërën e shenë rrugë që ju kanë plasë gomat, shmenesh. Më ka ndodhë mu disarë. Edhe më ka te i kalu kryeministri me autokolonën e vetë, se dhe i ke gjipat nuk do të lejohen ma. Bash rrugës për Gjakov, ju me kumë të shpërthyme, a ju ka te i kaluar? Te i kalon shpesh kryeministri në atë rrugë dhe e din çfarë autoudhe ka ajo zonë, bashkë me presidentën, kështu që thirrja është, domethënë, merri masa që ka përfundon atë projekt se prallo bom. Tani rrugën e Plavës, ka qenë rrugë përfundime si i përqysh në kohën e Isa Mustafës që nda.